Do kalojmë tani tek receta tjetër. Çfarë gatuam tani Albana? Çfarë kemi? Kemi një supë. Supë. Tu më pengon? Jo, të pengon, ndoshta aty se ja, ne jo. Mishin e pulës e kemi aty. Në proces për të zier. Tu kam vendosur mishin e pulës, sepse duhet për të dy gatimet. Po. I vë kapakun. Vendos në proces termik, pakës vaj, edhe një pjesë gjalpi, gjysmën. Këtu, opa, në rregull, gjysmën. E lë, të më tretet pak sa, duke shtuar qepën. Kam ngrirë qepën, sikur se këtu kam edhe domaten që të ta kaloj në blender. Pra kam qepën, domaten, krip piper, salcë të kuqe të koncentruar, nisë shte, edhe oriz. Po, pra një supë të shpejt me oriz dhe domate. Sputet pak tretet gjalpi, pak qepën aty, në ndyrën. Tu, unë do të marrë dhe do të shtoj nisë shten. Shtoj lëngë. Pa tjetër që është e nxehtë, po, nuk më prish punë. Ndoshta me një pirun ose luk më të vogël, pa tjetër, po, ja. mirë. Sa ta. Këtu. Dhe pasi të tretet nisë shtea, sigurisht që do shtohet në fund fare të krashi supën, ta ketë pak më të plot. Do të shtoj sërisht lëngë dhe Tani që po e shikojmë këtë proces, por kur kemi tretur për shembull 21 në ujë të ftohtë, procesi ishte më i shpejtë. Po patjetër. Se tani me të nxehtën sepse ti kështu e djeg. Mblidhet më shumë ajo. Po, ti e djeg. Kokra. Atëherë unë e marr dhe e vendos tek salca. Ne largoj unë këtë. Pra bashkë me salcën me domatet, me qepën. Shtoj. Lëngun. Sërisht. Kapakun dhe Po, dhe bëjmë të një trajç me këtë salcën. Tu i bashkangjitëm edhe një seshte. pra kemi. Nëse ne do ta vendosim në ujë të nxehtë shumë nëse shten, kemi disfavorin që është e vështirë për ta tretur. Uji i ftohtë, dhe jo shumë i ftohtë, sepse dhe uji i ftohtë fare, nëse unë marr tani nuk kam marr ujë të ftohtë nga frigoriferi, mbushi gotë për vete dhe vendos edhe këtu, edhe është po aq e dëmshme sa uji i nxehtë. Nëse ne nuk e kemi në temperaturën e ambientit ujin, ose mund ta tresim me pak qumë, është shumë mirë. I shkon goxha mirë. Atëherë e kalojmë me domaten në blender dhe ja ku jemi të duhur me gatimin. Rezultatin që duam. Unë këtu Zbutet pak qepa. do shtoj masën e orizit. Do t'i jap një kaurdisje. Një kaurdisje që do të thotë, unë e kam dhe me lëngun. Do t'i shtoj sërisht. Derisa orizi të lëshoj pak atë. Po, derisa të lëshoj, i vendos kapakun dhe e lë të tillë duke i shtuar krip piper. Sa ky proces të vazhdoj, që edhe orizi të marrë atë trajtën e vet, të shpërthej kokra, më transparente, dhe do ta vazhdoj zjerjen procesin edhe me salcën që e kemi më njanë, që t'ja shtojmë pak më vonë. Ja te kemi sërish në kuzhinë, po ju prisnim për të vazhduar me recetën tonë të supës me oriz dhe domate. Jemi në
procese sipër, kemi shtuar qepën, kemi shtuar yndyrën dhe orizin, tani po shtojmë edhe salcën e koncentruar për të dhënë atë ngjyrën e bukur. Dhe kemi përsëri salcë të përzier, edhe me pak niseshte. Dhe sigurisht në fund fare do ta freskojmë, aromatizojmë me bime aromatike, kush do t'i shkojmë më shumë, do ta shohim deri në fund. Shtoj masën e kripës. Sikurse lëngun e 2 domateve me një sështen. Ja, faleminderit. Ja të tillë derisa të filloj dhe duhet të jetë e trashë, sepse dallimi mes supës edhe çorbës është që çorba është më e trashë. Është pak a shumë në formën e gjellës. Do të marr bimët aromatike. I shkon një tufë majdanos, ta freskoj dhe aromatizoj. Ja pishije. Dhe duke marrë çdo ditë nga një tufë me majdanos në gjellën tonë, çfarë do lloj gjelle qoftë ajo, duke mos e kaluar në proces termik, pra e shtojmë në fund fare, ne marrim dhe doza të vitaminës C të përditshme, që janë aq shumë të domosdoshme. Atëherë, gjysma po, kalon në zjerje dhe pjesa tjetër normalisht është spërkatja në fund për t'i dhënë atë shijen e freskisë. Ja. Pjesën tjetër. Pak me lëngun e pulës dhe do ta lëmë që të zjejë edhe pak orizi. Ja, e lëm këtu. Do ta kemi për më vonë gati. Pra, kam për në fund fare gjalpin që do digjet dhe majdanozin. Kripa në fund fare që rregullohet shija. Pra shumë e Vendos thjeshtë. kapakun dhe Nëse keni lëngun e pulës gati, është akoma dhe më e thjeshtë, se yndyra, gjalpin dhe vajin e ullirit, më pas ka urdisim aty qepën, derisa ajo të zbutet të kthehet në trajt transparente, shtojmë atë një filxhan të vogël me oriz, të shplar, salcën e koncentruar, të gjitha këto procese vijojnë paralelisht në temperaturë mesatare, më pas lëngun e pulës dhe salcën më vete të domateve, 2 domate të freskëta bashkë me një seshten që i grim në grisën e qepës. Ja shtuam për ta fokusuar më tepër shijen e domates dhe për të theksuar dhe ngjyrën dhe ja te kemi një tufë majdanos në fund dhe supa do të vijojë të zjej avash avash. Sa të zjej orizi, sa e ka kohën orizi për të zier, 15 minuta, aq do ta lëmë edhe supën. Ndërkohë, bëjmë një përmbledhje si thua, të shkruar të recetës së supës tonë. Përpara se të kalojmë tek procesi i recetës tjetër, supë me oriz dhe domate, sa e përfunduam, 150 gram oriz, një qep, një domate. Një lugë gjelle salcë domate, 300 ml lëng mishi ose lëng, mund të jetë lëng pule ose lëng viçi, 10 gram niseshte, 20 gram qalp, 2 lugë gjelle vaj, lule dielli, krip, piper i zi. Kjo është supa, një supë e stinës. E shpejt e thjesht për gjithë familjen. Do ta konsumoni qoftë edhe është një nga ato supa që konsumohet edhe e ftohtë edhe për më pas, siç themi ne. Se ka disa supa që mpiksen edhe nuk arrin dot që ti konsumosh në vaktin pasardhës. Unë që ta mbyll tamam dhe mos i kthehem më këtij gatimit. Mos i kthehem këtij gatimit. Shtoj pak gjalp edhe vaj. Dhe mos i kthehem më. Do t'ja shtosh në fund fare këtë shkrirjen. Nuk do ta lë që të më digjet dhe më pas të bëj shkrirjen me yndyrë, po vaj edhe gjalp direkt. Do të shtoj masën e specit të kuq.
Dhe duke e ndihmuar me pak lëng mishi. Janë këto prekjet e fundit të supave, se edhe supa e bardhë për shembull e orizit e pranon këtë skuqjen e piperit të kuq, apo edhe supat e tjera me kos për shembull, ja kemi shtuar këtë piperin e kuq të djegur themi ne, po nuk është se e lëm të digjet, po ashtu e kam marrë vetë thjesht erzat aroma po që merr në fund. Të çliroj energjinë. Direkt. Ja, kjo zhurma na duhet ne dhe do të thotë që është e duhura. E duhura. E largojmë tiganin apo na duhet për pjesën tjetër? Kjo e ka lezetin, ja. Kjo këtu. Sepse është salca e krijuar. Dhe jemi në fund fare. E lëm në nxehtësi shumë të avashtë, derisa të ajkoset. Në fund fare, kur ne do ta largojmë, do të shtojmë majdanozin e freskët. Kjo ishte pra rruga që ndoqëm, e treguam hap pas hapi, se duhet që ta dinan visat, se si ta përgatisin këtë supë të thjesht, me orizin dhe domate. Pak salt të koncentruar për këtë ngjyrën e bukur, pavarësisht se do të përdorim edhe domatet, pak oriz, lëngun e pulës që t'i japi shije, me thënë drejtën, është një nga supat që nuk mund të bëhet pa lëngun e mishit, pulës apo të viçit. E kanë anvisat e Shkodrës. Po. Është çorba e Shkodrës. E sakt si recetë. Normalisht që gjithë e gatuajmë, po që vjen si recetë vjen nga Shkodra. Natyrisht e përdorim me lëngun e mishit. Nëse unë do ta lëng më shumë se kaq, që shikoni, atëherë mua do të më bëhet një mas çulli. Do ham si një risotto me domate dhe me oriz. Pra shiko, një spërkatje të duhur, mua në faktikisht të më pëlqen. Mund ta vendosësh edhe këtu. Ne jemi që jemi e servirim dhe mbyllim me supën këtë pjesë. Po, patjetër ja, do të marr vetëm. Ne tregojmë aty. Po presim të pushojë dhe të marrë kohë dhe brumi i petullave për në pjesën e dytë. Gjë që kam vënë vajin, që të bëj një kaurdisje të bamjeve. Kemi gjellë me bamje. Një prekje tjetër këtu me majdanozin. Edhe pak këzë, edhe... Kjo është e dura. E pra, supa është gati. Haqpet pak minuta. Vjen një aromë shumë e mirë. Verore, ti shtoj dhe pak majdanoz? Shtoj, patjetër që shtoj. Jep më freski dhe një aromë më të këndshme supës, pavarësisht se i shtuam dhe brenda përsëri majdanozin. Mos e harroni, i jep vërtet një shije ekstra supave, gatimeve, çdo bimë aromatike që përdorim. Më pas do të kthehemi pas reklamave, do të vazhdojmë me bamje. Do të bëjmë gjellën me bamje, tashmë janë të sezonit. Edhe çmimi i tyre ka rënë, dikush i përdor për atë zajren e dimrit duke i ngrirë në frigorifer. Se pash një zonjë treg albana që kishte bler 17 kilogram bamje. Ose i vënë në ngriri, ose i kalojnë me gjylpëre me pe dhe i lënë të tha në natyrë, në hije. Në hije. Tani ka rënë çmimi i tha dhe unë i ngri dhe kënaqem gjithë dimrin. Vendosin gjithë pjesëtarët e familjes një gjylpër pe, bashkë me bamjet, qepni dhe ëndrat tuaja, qepni dhe ekonominë e xhepit tuaj, sepse është gjëja më e mirë. Ose ajo metoda e duhur, qese, racione dhe atë frigoriferin duhet ta ketë madh së dytë besoj që të nxjerr, jo vetëm bamjet, se përderisa bëjmë vetëm bamjet, ishte për bamjet, mund të jenë për mashurkat apo për perimet të tjera.